Përshëndetje, jemi këtu ke ambientet e Zozo Music Production. Do thoni ju, po ç'ne ky tash na doli me video, me podcaste, me emisione, me gjona. Me vërtet është e habishme, po ne kemi vendos t'ju ledatojmë pak me muzikë për vdekje. Po kush vdiq? S'ka vdek njëri, nuk ka vdek njëri, po do vazhdojnë të vdesin njerëzit. Pra, të nderuar miq, jemi sot këtu me Erqerimin, Peace. edhe me bandën muzikore më të mrekullueshme që ka sot për sot tregu. Mega Group. Mega Group Albania, Zani Locia, Ersilio Daja, Desti me qyp, Turi me saks, Një Loca me saks, edhe Gjigjo, Mreti. Mreti. Okej, mirë, Erqerimi mirë se erdhe. Mirë se gjeta Zozo. Shumë i bukur e po sot. Pse kështu ti më jep? Ti je më i bukur. Ja, ti je ju. Klidhja është më e bukur. Kush është më i bukur? Jo, eri na han gjithëve. Jo. Je legjend urbane. Faleminderit. Tani, Erqerimi. Po ku ke qenë më turë? Jam në turë, vërdall. Po ku vërdall? Po s'kam lënë pse më pat kërku miqet kapa. Mesha në telefon është në gjumë. Isham qef vlla, ke një shpell, isha fut mërën aty dhe po meditoja me veten. O Turo, gjo këtu, Mesha, ke shtëpia jote. Alo, mirdita, jam Zozo. Ku është eri në gjumë? Po kur zgjohet më vonë, Mesha prap. Alo, mirdita, jam Zozo. Ku është eri? Është në gjumë. Prap. Alo, mirdita, mirëmbrëma, jam Zozo. Ku është eri në gjumë? Thash, po ky eri arrin e herë zgjut thash se do vdesi, ka gjithë përjetësi për sejt më jetë. Mos për. Okej. Erqerimi, unë mendoj që ne duhet ndezim. Ta ndezim zjarrin pak. Duhet ndezim, po çfarë do ndezim tash? Cigare, a do ndezim, Kallojmë. apo do ndezim atmosferën? Ndezim atmosferën. Ndezim atmosferën? Okej. Mirë pra, me qa valle do vazhdojmë? Vallën Treponit. Okej, mendoj që t'ju qerasim me i kong shumë bukur. Është një nga hitet tona që kemi bë unë me Erqerimin, Syni. Mendoj që e dini përmend, e keni dëgju, ka qenë hit i mob. Do dëgjonin version live dhe kush ka nej kundërshtim, kush ka nej gjë për thonë, poshtë YouTube aty komentoni, bëni vetëm mos shani. Mirë? Okej, vazhdojmë. Zjarr! Ej, Syni! Ej, Syni, këtë se mere qunin, këse more qunin, ta ngremini punin. Ej, Syni, këtë se mere qunin, po se more qunin, ta ngremini punin. Ej, la 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 la, wa la 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 la. Ej, la 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 la, wa la 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 la. Ej, Syni, këtë se mere qunin, këse more qunin, ta ngremini punin. Ej, Syni, këtë se mere qunin, se more qunin, ta ngremini punin. Po m'dukesh bomba, mi këti klompat, kur po e try me ritmi zomba. Po vimba bloka, trondi të toka, luje dridhet unë e sile boje loka. Ka peqoje nalt, bone jena haj, ma tregoti pak, bebe dukesh lak, qa do folem nëse zjat, Zozo do t'i jap, silu mos unal, na tranove na ke kall. Hey, la 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 la, wa la 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 la. Hey, la 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 la, wa la 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 la. Hey, Syni, këtë se mere qunin, po se more qunin, ta ngremini punin. Hey, Syni, këtë se mere qunin, po se more qunin, ta ngremini punin.
atë që unë du Ma ka në zemën s'po muj me e shu Se ftyra jote më ka fiksu mu Shake your body, work it you, baby, baby, baby Ama je baby, atë që unë du Ma ka në zemën s'po muj me e shu Se ftyra jote më ka fiksu mu Shake your body, work it you, baby, 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 boo Po m'dukesh bomba, mi ke fiklompat Kur po e dry me ritmi zomba, zomba, zomba Po vimba blokat, trëndit e toka Luje dridhet unë e sile, boje loka, loka Ka veqoj e nalt, bone je në hajt Ma trego ti pak, pak, bebe dukesh flak Qa do fole mos e zjat, zjat, zozo do t'i jat Silu, silu, mos u nal, na tranove, na ke kall Hey, na 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 na, wa la 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 la. Hey, la 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 la, wa la 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 la. Hey, syni syni, këtë se mere qunin, këtë se more qunin, ta kremin në funin. Hey, syni syni, këtë se mere qunin, këtë se more qunin, ta kremin në funin. Ju lumshin komët! Erqerimi gjigant si gjithmonë. Bravo Gjigjo. Si ka mundësi? Mos a shoh. Si ka mundësi pa gjithmonë energji, gjithmonë. O lal, të dua shumë. Mos qaj. Je shumë i mirë. Shikoj, këngëtari më i preferum për mu, ti di sentimentet e mia që kam për ty bej. Shumë faleminderit. Edhe të dua shumë. Unë të dua. Respekt. Kanë dashuri këtë dy. Shumë keq. Unë e dua Erin pafund se Eri është thash një nga këngëtarët e mi preferum. Po ne kemi po marrë. Jo, martu me Lali, ke gabimte. Ke gab. E përshëndes gruan ti me Lali. Edhe kështu ti turo. E dyta tash do flasësh ti në i Lala po vetëm Lali. Po ja, do të flasum tani. Okej, Zozo, studion, ambientin e ke hap tani apo jo është? Po. Ambienti i ri dhe i ke të gjitha, domethënë, Po, kam gjërat. bo e keni edhe për video vendin edhe për video, për audio edhe ka seksion për live studio. Neve kemi mundësu që me një investim modest po thena, një 100.000 euro. investim modest. Kemi mendu që të bëjmë edhe muzik live, të regjistrojmë muzik live. Tani, kjo tavolina këtu ka vetëm gjona legjendare, ka vetëm hardware, ka gjona të frikshme. Po, duket. Domethënë e ke Nivin, Tube Tech, çan këto, Po, Manly, SSL, po, këtë gjën këtu nuk e shqiptoj do Lali. Shalender, Po, limiter kompresor. Chandler. Po, Mundon me konvertera me të gjitha. po, patjetër. Po. Jemi në rregull? Ne kemi das. O, quhet. Edhe patjetër, kush është interesuar vita kontaktoj, nëse do qoftë edhe për një vizitë, shofi, testoj, t'i dëgjoj, patjetër. Ju përqaputhim, gjithë muzikantave, s'bahet fjalë fare. Ora Eri, një pyetje kam për ty. Po. Si është më mirë pra? Bish dashni apo të bish mot? Mendimi im është bish mot më mirë. Se po ren dashni. Është shiko S'është të mirë. mbështes shumë. Po jo, e di se ku është ndryshimi. Ndryshimi është se po ren mut do lash. Po ren dashni nuk do bosh më mut. s'ke nga ja shpëton. Edhe i sojësh. Nuk ke nga ja shpëton. Po. Fix Po fare. që edhe Zoti mos lëm pa dashni, si thënë asaj. Po pa dashni sinqert, pa dashni, Po, jo, dashni tamam. dashni materiale nuk thym punë. Po mirë, kot për shembull, a ke monëher makinë llogaritse edhe me numru sa ke rënë dashni o plak? Po gjithkohës, edhe nëse doni mund t'ju tregoj që kam rënë dashni me numrat. Po, me numrat. Me numrat, po. Këtu do me thonë është... Prit një sekund. Këtu është... Ku ta tregoj këtë, ta tregoj Ku këtu? dush ke pasyra gjitha ne. Këtu do me thonë... Një sekund. Me këto numrat kam rënë dashni. Aha. Ne s'ishte mu ky burri nga shtëpia e. Tamam.
Ja, Ata mirë. nuk ju sugjeroj as kujt, po që Shiko, ti çike materializëm sa po kuptoj. jo. Po kjo ran dashni me shifra, me lek, me un po thën, po të pyes dashurinë kundrejt njeriu, jo kundrejt po lekut, dashurin- kundrejt femrës. E pra, cilësoj, kundrejt femrës. tamam, pra. Ajo nuk diskutohet. Bie keq. Ajo nuk diskutohet. Kam shumë dashuri domethënë për familjen time, për djalin tim, për bashkëshorten time. Kam dashuri që nuk përshkruhet dot me fjalë. Pra tjetër, Zoti t'i rujt familjen e të gjithë. Po, ore, qa desha me pyetun, po ti je i dashur unë ti? Me qa date? Me datë 32 gusht. Me 37. 37. Jo, shumë mirë. E di pse të pyeta se nga që e vesh me të kuqe thash, do jetë shumë zjarr ky, dashni. Ha? Ndoshta. Unë kisha qef të bonim pak këngën Bombonat. Bombona? Që kemi bërë bashkë me çona. Kisha shiko. shumë dëshirë ta bëj. Bombonat, se ti nuk di historinë Cila është? si u kriju Cila është historia, se historia? ti thjesht erdhe edhe e knove. Po. Po. Gjatë kohës që isha emigrant në Shtetet e Bashkuara të Anglisë. Po. Unë sa kisha shku atëherë edhe po mendoja ç'a të bëj tani, kuptoj veni huj për mua. Po. Edhe thash, po ç'a do bëjmë këtu, ja erdha në Angli gjithë, Angli. Erdha në Angli. E nëse mendova, thash, po futem, po kompozoj diçka për trishtimin që më ka kap. Provo, nuk ja dilja dot. Edhe dal, mushet mena dal me Tallava në Londër. Po. E ne shifsha unë atje, love, gjona, tu Mileti, tu gangsterat, jetë fare, thash që o boka, në Londër. Po si ri që isha dhe ca gjona nuk I disha, e kupta, këta u meshin me, ke parasysh me kasole, Me shtëpia. me gjajna, kështu, kupta. Edhe, kur e kuptova unë si ka mundësi që këta utshin lek kështu pa fund me thesa, vllai, thash, edhe fabrik lekësh kesh, do marrojeni ditë. Po. Vjen gjynafër ato lek si udh, gjithë ato lek ashtu. Po. Kur kuptova unë nga vishin ato lek, thash, bravo, thash kjo është një denoncim social që bona unë, pavarësisht se unë solla nëpërmjet muzikës, nëpërmjet artit. Unë nuk po thoja bravo çuna që merrni me shtëpia bari, bravo çuna që bëni këto gjona. Jo, e kanë keq kuptuar tekstin që të gjithë. Ideja ime ka qenë për denoncu fenomenin atje, në sensin që o çuna, e kuptoj se nuk janë gjona të mira, pse do thoshti se për shembull shifnin këta tjetër nga TikToku, këta nga Shqipëria dhe hyp kamioni, hyp gomone sa hajde për Angli. Po atje realiteti ishte ndryshe. E kuptoj? Edhe thash, po e bëj këtë këngën, po do t'i këto ma mirë kuptum keq këngën, edhe u bo hit patjetër, po qëlloj që është një nga këngët më të bukura që kena bashka. Është super këngë. Po mirë, për kuriozitetin e juve të gjithëve, se ju e keni dëgjuar këngën patjetër, neve do ta sjellim live, edhe me një përpunim të vogël, edhe dëgjim të këndshëm, edhe luajeni çiko turo. Hajde me bombona! Loj! Music. Come on. Woo. Let's go. Me bombona, hajde me bombona. Po pičuna, to čuna ka tondra. Me bombona, hajde me bombona. Bash me toto, ne rika ti vrona. Dojna, kosha me limona, sa e miro njona, shkune pe më nona. Limona tona, s'ka në vitamina C, jem pak pëto mla, ka në vitamina P. Hape kape se nuk t'im bin dhoma, hape kape shtromoja koma, hape kape nëzire frutin jasht, pera hapja koma, boja si kompas. Me bombona, hajde me bombona. Po pičuna, to čuna ka tondra. Me bombona, hajde me bombona. Bash me toto, ne rika ti vrona.
Edhe qunat nga Shqipnia, midis Londre Kolumbia, standard donde policia, viti ronca si mafia, firmi campo Vietnami, vito qunat si tsunami, a ke pati shpite parit, ata janë zonat e shqiptarit. Dojna, kosha me limona, sa e miron njona, shku me pe më nona. Limona tona, s'ka në vitamina ca, jam pak për tomla, ka në vitamina pa. Hape se nuk limpin dhoma, hape shtromoja kom. Hape nxirë frutin jash, mera hapja komod, boja si kompas. Let's go! Me pomona, ajde me pomona, momi quna, to quna t'ja Londra. Me pomona, ajde me pomona, bash me Zozo, Enrica Tirona. Bravo! Atmosferë, si ka mundësi, sa herë dëgjoj këtë kongën, ku di unë shumë adrenalin, sikur mbledh ato njëri ke. Bën ko pandemi me sa më mirë. Po, ka qenë kohë pandemie. Me bicikletën në ajde. Bravo. S'disha dot me makinë. Po, bravo, ka marrë Ngeli telefon. në atri. Po mgeli atri se thash. Po ky thash kaq. Po s'dishim dot më, se ishte policia. Ishte policia. Por zotin, leje s'kisha. E çfarë do na bënë policia? Po çam the, merr bicikletë, unë bicikletë s'kisha. Po. Pse u lejote me bicikletë? Po, kishte marr Leje. leje ky. Jo, Kishte marrë leje. Baba, në ngeli atri po i thon. Mirë të mëshëm kom, krahane hiç. Suga, Tamam. suga foli hap. Pastaj atlete, kishe ti pse se dhe me atlete, o me bicikletë o Do s'ka? ta bësh asaj, Po do ta rje bësh frate pjesë. se s'bajnë ta gjajna kështu. Okej, super. Thash që bombona ka energji shumë jetë. Ajo diet plus kemi dhe çunat mega grup Albania, të Patjetër. cilët janë të mrekullueshëm edhe Patjetër, nuk e di po. janë talenta për këtë pjesë. Shumë faleminderit. Ky burri me syze, ky shumë duket ky mu lal. Nuk e transmeto për shembull atë energjin kështu. Thjesht rri kështu si Jo, ta them unë. çfarë problemi ka ai? Ka meni ke plumat. Do më thënë e ke kafazin bosh, ka nik plumat. Ne zë xhumi, ne kur çohet pastaj shef o tepër o mong. O balli. O turo do vazhdojmë o turo. O toro! Jepi turo. Okej, mendoj me një këngë dashnie tani, nga ato që ajo pika jote më e fortë, këngët e dashnisë, ato që i qan edhe i vdesti. Okej, Tani është ajo që theni kush vdiq tani do vdesi. Shumë keq. Du t'i përshëndes gjithë ato që janë dashurum, edhe ato që s'kan pas fatin me u dashuru ndonjëherë. Zoti ja shtof dashurinë gjithëve ju. Respekte. Jam kthy Super Saiyan këto kohët e fundit, a kupton? Është ky është Super Saiyan 2-shi. Shumë shpejt do bëhet Super Saiyan 3-shi, pastaj do kthehemi Ultra Instinct. Sa ke pa ta. Ore më fal ça pive tjerë, ça po thu? Do të kam seriozisht, shef gjithë dashuri. Sa ka që se ke tek uji? Hey, long time bro. Sa u bo? 2 vjet. 2 vjet. Pa u pa bashk fare? Pa fare. Vjeto e hongër me sy. Jo më ja. Do. E din pra. Është thash sentimentet e mia që kam. Sentimentet e mia që kam për qerimin janë. Oh babe. Okej, vazhdojmë me një këngë. Kënga që do performojmë tani me çunat është Trëndafili Zi. Loj Kjo dashni si Trëndafili Zi, ta sharoj me ragi, qa më leti. Kjo dashni si Trëndafili Zi, ta sharoj me ragi, qa më leti. Jo s'duhet t'i besoja premtimeve të saj. E thash po pije po qaj, pije dhe qaj, lot edhe vaj. Vaj, zotin ta lej, se s'kisha faj. Vaj, se ke los me mu, për këthon të du. Kjo dashni si Trëndafili Zi, ta sharoj me ragi, qa më leti. Kjo dashni si Trëndafili
ti, sa eri jom të pir Tek ti, tek ti, tek ti Ku kimet mi le, si erdhe Ike, e ta shumë gjel vet Mujt jet lot të det Sa shumë më kalën Jo dashni si trënda filizi Ta sharoj me raki Qambën e ti Jo dashni si trënda filizi Ta sharoj me raki Qambën e ti Haroj me raki Qambën e ti O dashni si trënda filizi Ta sharoj me raki Qambën e ti Ta unë sharëllin e fyti Bravo Zozo, bravo. Bravo. Ke kjo pjesa nuk e di Kalove një periudhë depresioni Tu jëra këti introdukti Qa menove aty o plak qire aq për vdekje qabzi? Mendova të dali sa më bukur Sa më bukur? Po është më shumë se e bukur më, pra ne po të them Është i talentum edhe kur e bën muzikën e bën me shpirt, Me me zemër, dashuri. dhe ajo është. është edhe kënimi i Erit Që të frymzoj, a? Unë i qa si gjo për shumë Dumë shënduar e ke e vetmja kongë që e ke vdek fare Është më i miri dhe më i ëmbli për momentin, Me domethënë. vërtet? Në rrugën e vet. Ja ke provu shien, ha? Jo më. Ore s'doro fare deri, ja? Eri është dashuria ime përjetshme. Ore na nxorre keq. Ora vlla, po çka kera vlla se podcast është era. Podcast do ta pres. E shumë energji e mirë, shumë good, ha? Shumë good. Okej. A s'ke lik më në Ju më unë jetën time ka nda midis Tiranës, Londrës Erin s'de marrë? edhe Athinës. Erin s'ke për ta marrë? Eri, Jo, domethënë ky ky nuk ka qef kështu rumugjona. Jo thash. Londra shumë e rumushme, di qa do ky? Do të Ky ketë do vështirë. Jamaica, plazh, qetësi, do. Mendova se ke Chill. vështirë me net pa Erin, thash edhe marrë. Jo ma, Eri është. le erin se eri është. O Ero, me vërtet a ke menu në jemi jetu jashtë shtetit tje plak? Un për ato që nuk e din, un kam jetu 8 vjet në Gjermani. Aha. Edhe domethënë qofse jetojmë në një vend ku mund të jemi lumtur edhe domethënë i kam gjitha gjërat, është Gjermania. Ashtu ë? Domethënë ti ke menduar që ti ke shtjetosh jashtë shtetit? Jo, për momentin domethënë po jetoj në Shqipëri. No, shiko çfarë është problemi. Di pse ta bëj këtë pyetje? Se gjoj shumë. Do ikim. Po ku leshin duan me shku këta që ikin? Ku shkojnë këto? Ku? Çoj. E di pse pyes se isha tu pi kafe ditë me elektricist. Edhe më tha mu, ore s'po gjej punëtor tharë, s'ka punëtor tharë. Ja 50.000 në ditë tharë. Vit punoj më. Thash, s'ke faj, pse do me fillu punë të jetë. 50.000 lekë. Elektricist. S'ka problem. 50.000 lekë në ditë jep të ai, edhe Çik në moment ta marrin telefon. edhe shumë vështirë plak me gjetë çuna tri që duan me punu. Kanë ikë që gjithë. Domethënë, ato që kanë ik, andaj jam duke vujt. Jam 100% i sigurt që janë duke vujt. Po pa Po tjetër ne se... në Shqipëri i mendojmë ato ne sikur është baçë me lule. Ne sikur janë të bo lek. Nuk është, por që jeton më mirë se këtu jeton. Dakor, ajo është e sigurt sepse dhe rrogat edhe jetesa është ndryshe nga Shqipëria, sepse këtu të rritet ndryshe. këtu me rrogat që ke këtu nuk mund të jetosh. Po jo më ja Ersilio jeton në Itali, valla. Po.
Ti sa herë vjen në Shqipëri o plak, knaqesh, argëtohesh, vje bë muzikë. Kurse në Itali ti shkon, punon, je nga mjesi deri në darkë, 12 orë punë, është jetë normale për ty. Po jeta normale që ka vetëm me punu, me bo lek, po pra pani po them unë, këta vinë nga Shqipëria, shkojnë gjasme me kryu një ekonomik, një stabilitet ekonomik, nuk e arrin dot. Edhe fillojnë bëjnë apërdan edhe dalin nga shinat. Edhe nuk këtu në Shqipëri nuk i tregojnë njerëzve që o vllai, po vuj, po boj, pra ne ikin njerëzit, se ato dalin TikTok edhe thojnë o vllai, kam ble këtë makinën këtu, kom bo lek, jetë fare, ani që ai fle poshurës atje, e kupto? Për këtë arsye, mu më vjen shumë keq që njerëzit ikin, rinia ikin. Për shembull, nena u desh këtu, një që ti bite qypit, një që ti bite kitarës, kanë ikë emigrantë, po mirë, ky është emigrim mrena për mrena. Nga Peshkopia, ore qaf gjithë me vërtet. Ike nga Peshkopia për një ëndër më të mirë, për një jetë më të mirë. Toka e premtuar Tiranë. Toka e premtuar Tiranë. Po këpona shok do thush sa ku marr. Ta. Po mi më ti që kishe fatin që kishe i shok si mu. Po në eci tërës. Po ka qenë kohë të bukura atëherë. Sidomos ku erdhët me çizme që të dy ju nga Dibra. Ishin kohë të bukura kur një radhë kemi qenë bashkë, ishte ora 6 mëngjesit. 6 mëngjesit? 6 mëngjesit, si kur deku. Okej. Edhe ky si zozë dhe me thonë, shkej ke shtëpia, mori saksin. Në 6 mëngjesit. Po, desha mi ra saksit atëherë. Po, Matën bagazh më. Muk e kryqëzimi. Edhe ulmi gjithë aty, ishim një Ke thena me emra kush ishte apo s'ka nevojë? tete e me çuna. Ora 6 mëngjesit, a? Ty frikot saksi. Polici, matme. Edhe një del nga lartë për zonë. Kohën me ujë. Ka edhe kovën me ujë? Po, ty ran 6 mjesit saksit të. Ka pas fiksim saksin gjithmonë. Ma të si mash ke bagazhi makinës. Po, e masha për presion se se dishin qa ishte. Kujtoshin se ishte. Fakot, pa që ka armë kot. Jo, atë e kena pas bë shumë kudo dhe, se ishim vetëria plak, tani na u zbardh mjeka. Sa dushe dhe nga ka rak lopët. Ishin kot bukra, po valla. Po na bin edhe vetlat. Më të ka rak lopët u vlasën. Le, më se koleg jemi bashkë, di që do bëjmë vitin tjetër në të dy. Do rrisim vetlat, lash. Jo. Nuk arrisin dot. Duhet t'i ftoni. O vlla, do t'i bëj vetlat extension kështu, jasme, rasta gjak, kot. E do bojna me flok vlla. Rregull. Le mos u mashtro me këto jo klinika kështu, Jo, klinika është. I qa si gjo. Qa po kështu? Telefon. O ma, se jam tu inqizu. O, A i zanëm të kemi? po jam qik busy. Okej, vazhdo. Për qa ka në urgjens në gjo? Jo, a di që passwordin e mamit në email, apo se di? Jo, në email nuk e di. A ke email tatën ti? Po kam, po flasim më vonë se jam shive si jam tu inqizu. Okej. Se merr vesh mami nga emailët? Pse se u si mami jot që s'merr vesh nga themelet fare. Okej, vazhdoj me këngën e rallës, Kriminal. Pse nuk më duket si kriminal ti mu? Jo, unë nuk jam kriminal. Kriminal është Klidi. Po. Pavarësisht se nuk duket, po ai është. Ai ka ftyrë më shumë komiku, vetëm si kriminali. A ke pat filmin Skënderbeu ti?
Ai që thot urdhni Republikës. Original Klidi është më. Originalisht kapelen. Po tjetën ashtu ke thonë, ja. Po Urdha, po ti Klit si mendon për mua? Dukem unë kriminal? Jo. Ti Ore Vlad, o që kapelen e pe, ore ke vesh flokët mrap, që turo. ti akoma dukesh si fëmijë, si kështu i qetë. I ëmbël. Si fëmijë i lumtur. Jo fëmijë për keq fëmijë. Fëmijë i lezetshëm. Fëmijë që ha. Baby face. Zdila. Lil baby. Okej, do vazhdojmë me këngë tjetër që është e preferuar e Ercilës. E ke shumë qeve dhe i ke rap basit aty për vdekje plak. Komplimente. Jo, do i bi basit. Originali. Ore, po flas për originalin se këtu jemi live. A kuptoj? Okej, atë kuptoj. Ta lupifsha basin. Hajde zemra! Come on everybody, say, hey, 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 hey. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Oh yeah. Sena yena kriminal. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Come on. Sena yena kriminal. Criminal, chica loca bomba fare. Criminal, nice cool let's get fire. Gang girl, sto me dita che son pare. Gang girl, vesh me gangsta do me dale. Shake it bomba girl. Shake it on the floor. Shake it bomba girl. Shake it on the floor. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Oh yeah. Sena yena kriminal. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Come on. Sena yena kriminal. Как si dobre Bulgaria. Ce faci bine România. Albania, gjithmonë jena number one. Albania, criminal. Criminal, chica loca bomba fare. Criminal, nice cool let's get fire. Gang girl, sto me dita che son pare. Gang girl, vesh me gangsta do me dare. Shake it bomba girl. Shake it on the floor. Shake it bomba girl. Shake it on the floor. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Sena yena kriminal. Come on. Tidlum telat, tidlum telat, tidlum telat. Criminal, Sena yena kriminal. Yeah! Shumë na lodhët lal, shumë keq me atë ritmin ti. Tak 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 rak tak. Eri muzika rome. Është një nga preferumet e mia, sidomos kur knote baba jot, Astrid Qerimi. Po unë du sot performosh një këngë rome, një më të bukur. Një këngë të bukur që e kam edhe unë shumë qef është Kako Delineja. Kako Delineja. Po. Shumë jetë është, Ta provoj me çunat. Po, patjetër, po muzika rome të re shumë, po të vesh re, edhe këta, për shembull Elifara, që ka kënu me babin tat. Po. Astridi ishte legjend, patjetër, po them që muzika rome është shumë e dëshiruar ke njerëzit. Është kjo Kako, është ajo Hini Rom, janë shumë këngë të bukura që të përfshin kur i dëgjon. Po, unë për vete personalisht kam dëgjuar shumë muzikë rome që fëmijë kur isha. Atje rrit me muzikë. Jam rritur me muzikë rome edhe është një muzikë e cila është shumë e bukur dhe pëlqejet
nga çdo vend i botës. Okej, dakor, mirë. Me zor po pres të dëgjoj me këngë rome. Pra me këngën Kako Delinea. Kako Delinea, okej. Hajde çuna! E tu bre kako di Linnea, e but piesa, la vina queresa. E tu bre kako di Linnea, e but piesa, la vina queresa. E but piesa, la vina queresa. E putiesa la vina queresa. E putiesa la vina queresa. E putiesa la vina queresa. Super! Bravo çuna, bravo. Kjo ishte çuna, një bravo. pjesë e shkurtër vetëm për juve. Po, për të kriju pak atmosferë këtu, edhe për ju patjetër. Muzika rome është shumë e bukur, ka shumë atmosferë, ka shumë shpirt mrena. Shpirt rom, ka shumë muzikant, kompozitor, instrumentist, këngëtar të famshëm në përbot që janë rom. Po të përmenim këtu Gypsy King, Po, spanjoll. po. Ata janë rom, po ati i quajnë cigan. Cigan, Po. gypsy. Po çfarë ndryshimi ka cigan, gypsy? Cigan i njëjti kuptim është me gypsy. Po thjesht, domethënë cigan e Janë thot emërtimet. cigan e thot një shtet tjetër, gypsy e thot një shtet tjetër, a kupton? Cigan, gypsy, rom, domethënë është Romi njëjta gjë po termat. Romi themi ne në Shqipëri. A kupton? Okay. Diku tjetër në Spanjë për shembull i thonë gypsy, diku okay. me një vend tjetër i thonë cigan, Okej. cigojna. Okej. Në Gjermani për shembull i thonë ndryshe. Po të vesh re, kështu cigan e rom ka shumë talenta që për po të shohësh rrugëve, stacioneve trenit ose në për rrugë që bëjnë muzikë ty mbrinj ato plak. Po ke dhe artista që janë shumë të mëdhenj. Po, ke me emra botror, Me thash. botror, si për shembull Shakira. Edhe ajo Ciganesh? po cigane është. Jo. Shakira po. Ua, do kisha Shakira vdek dhe ignorante. shumë Do kisha vdek ignorante se kom pas ditë këtë gjë. Edhe shumë artista cilët ne nuk i dim që ato janë ciganë. Patjetër. Thënë siç në rastin e Shakirës se ti nuk e ke ditë. Jo, se kanë ditë. Okej, patjetër muzika rome neve e kena prezent gjithkund edhe në për sebebet familjare që kanë çdo familje kur bën një rast sebepin e gjë, ore me qëra llafi ke sebebet e ke këto gjonat. Shiko, do keni numrin e kontaktit këtu, edhe mund kontaktoni nëse keni dëshirë për gjithë instrumentistat këtu, këtë grupin Mega Grup Albania, erëqërimin, patjetër mund na kontaktoni për çdo lloj eventi në familjet tuaja, patjetër. Plus edhe në Instagram, Facebook e keni booking manager numrin e Zozos, i cili do kujdeset për këtë pjesën e. Po, tani ç'a përfshini ju valla? Sunet liq, dasma, fejesa, vaki? Ore me datë 3, me datë 3 gusht o plak. A jeni zonë? Pse? Po jam dasëm luz, vllai. Po kemi i porcille vakie. Me datë 3 po gati që ka. Fol me testi. Desto se mos na le batal s'na vi, ha? Jo se mërzitet ai burri që ka. Që ka makinë. Qa jeti? Okej, mirë. Me që do vazhdojmë tjetër?
E di që kongë do kënoj ne? Bossi nga Londra apo jo? Bossi nga Londra. Ore, shiko. Qa kuptimi me qenë se ra fjala këtu? Cili është kuptimi i këngës Bossi nga Londra? Bossi nga Londra. Ore vlla. Boss. Ju e dini se çfarë përfshin fjala boss. Po. Boss është vlla kur punojnë tjerët për ty, kur ke thesat me lek, kur e kupton? Kjo është kuptimi i fjalës boss. Domethënë nuk është se është dedikim për dika, kjo është thjesht një realitet. O vllai, po shqiptarët bossa janë, edhe nëse s'janë, duken si bossa kudo që t'jenë, o plak. Po dihet pasari tani kot. Si thumë Turo. Edhe pa tjetër, po si jo, përshëndesim bossat e Londrës, shqipet nga Londra pa tjetër. Qa janë atje, Kuksiane, Dibrane, Burrelca, Shkodrane, Fjerake, gjithë Shqipëria në Angli është, në Londër. Po, përshëndesim edhe çunat e Bolonjës. Ato menaxherët e Italis kanë numrin këtu vllai për booking, ke parasysh? Edhe vazhdojmë, bëjmë jetën. Okej, super. Mirë, Bossi nga Londra. Ju e keni dëgjuar variantin origjinal, po do dëgjoni variantin akustik tash, live. Është shtë të them, shtë të modhois. Okej, vazhdojmë. Come on! Yeah! Walk on man! XOX Music! Erqërimi, let's go! Po vinçunat nga Londra e ka leku miliona, gocat e nga Tirona e lullojën janë nona. Alelelelelele, shpijat e parit janë teme. Alelelelelele, kokaina me kide. Si e nana, na shqipe Londër, na të bëjna meqa, pare tava, jo s'bëjmë shaka, na të mërna plak, se jem batak, di brana li ojti, Rolexin të dora, makinat e forta, se jem Bossi nga Londra. Po vinçunat nga Londra, e ka leku miliona, gocat e nga Tirona, e lullojën janë nona. Alelelelelele, shpijat e parit janë tene. Alelelelelele, kokaina me kide. Afro-pak, ta themi lap, ka thomret nesha si Kuksianët jashtë nalë. Apo i do gangstera, apo gentila, apo i do si mafia në për filma. Loko, 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 a don coco. This is bombastic, you are fantastic. Loko, 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 a don coco. This is bombastic, you are fantastic. Po vinçunat nga Londra, e ka leku miliona, gocat e nga Tirona, e lullojën janë nona. Alelelelelele, shpijat e parit janë teme. Alelelelelele, kokaina me kide. Bravo. Erqërimi si gjithmonë. Bravo, Zozo! Kon energji, bravo. Kështu pra do fratja. Qa ban ti e frat? O frat, qa bandi. Që sheti qa ban? Do ikim time që quen ato më, kalastrena. Lang mishi me lang pallori. Me mish pallori, qasta. Jo mish pallori, jo. Kalastrena. Pa. Atmosferë. Jetë fare, bravo, po pse a fute gjumit i lal, kapi paraliza që hongre buk? Udhro. A kemi mo? Deshe me marrë ta sandwicha me mish pule, po. Deshe Kam dal mish pule? me salmonella to me Jo, mish. mo kyt deshte punë.
Deshte me fshati. Jo, po edhe me fshati jongëm se kishin frikë me thonë drejtë. Ashtu, ha? Po e se boni sigur. Por salmonela. Po ç'është, kush është kjo kaçurela? Se di pra, nuk e di çka Qa? ka dali gjë e re. U tremën gjithë Hajde çunat. pa ta provoj mirë, ç'është? Mish kështu pra. Mish. Mish me lak palloj. Mish. Edhe plumat e këtij me salmonel. Salmonel, e plumat me ashtu. Ore eri mishk apo peshk? Si mishk. Ere mish apo peshk? Ora kanë dalë me salmonela. Ore vaç. Iku, është tan tjetër, iku. O turo. Misha pesh. Qa do mish? Çap ke ku i ke mishi apo ke peshku? Ke perimet. Vegetarian valla. Sa rren më burr dhe po nuk kishin djenë të hongër si kali, lal. Jo, jam Që vegetarian. hongëm kështu steak për vdekje. Ka 2 vjet se kam taku erin. Tash i thoshin dje. Po leni më mos i thoj gjitha ti. Fjala po bën kështu deskok për kështu konspiracion. Po rrimë turo rri. Teori konspirative. Cive. Fjala po presion. Konspiracion teorikativ. A do na veshi çika te që thot ai që ka i dasëm qaf gjithë, që ai di broni. Qaf gjithë. Si shkove të më? Martoj goste cucës, si thot ai? Cucë të gozës. Funi, bo, sa qefe kam dialektin t'i bron. Okej, mirë, mendoj që na ledhatosh edhe me nej balat tjetër herë. Qa këngi do na kënosh? Okej, unë do sjell këngën Lali. Lalin ta takoj. Aha, Lalin ta takoj, thasë ka Lali shpirt, qa është? Jo, Lalin ta takoj. Te ka Lali ka shpirt. Qa? Jo, kjo është Lalin ta takoj. Okej. Lalin ta takoj, qaf gjithë se ke versioni vjetër i ke bo me kënim, me tekst, me orkestracion dhe introduktin e ke bo vetë. Po. Do më thonë, s'ke pas nevoj as për instrument. Ke parë i grati? Ore, ka bo ky me këshu? Bashkë kemi bë. Ore vlla, ke parë ka bo zonë e vetë si saks. Vlla, ke para kemi bë bashkë, ka bë prap, kjo mund të jetë e treta. Mund të jetë ta shtylla. Po, jo, ishte këngë tjetër. Jo mo Lali, no vlla. Lali ka se? Mirë, okej, jo, ajo është kënga ime Unë mundu me preferuar. gjetë versionin që kemi bë bashkë, nuk është internet. Po lena më një herë tani. Po pse përfshihesh kot fjala do, vëmendje gji. Po më mua ka bë para shumë vite, shka 2-3 vite. Mi. Boxelali nuk kemi Boxelali, jo Lali. Një feta i vaj. Hajde pumi. Okej, Lali është këngë shumë e bukur, sinqerisht mu për ke zërti për e parë, edhe ta dish që një nga kokat e muzikës shqiptare pite shumë keq me këtë Lalin. Pavarësisht se ato përpiqen mos. Jo, s'ka nevojë për emra, po nuk janë mo emra. Po i ka qenë. Qatë shumë keq kur kënoshe ti. Nëse më unë e bëra se kisha qef, s'kisha për qëllim qashin. Qatë Mileti, pavarësisht se qaj, vuj, të vuj ta. Unë mendoj që Lali është këngë shumë e bukur dhe ka për ngele bukur për shumë vite. Ata që ndjen mirë muzikën, ata që kanë shpirt muzike, kanë sentimente edhe për këngën Lali. Mirë pra miq të nderuar, kjo është kënga e fundit që kishim për ju dhe ju përshëndesim gjithëve nga Zozo Music Studio Production. Edhe respekte që gjithëve. Nëse doni me na komentu na i gjë të përfshiheni në këtë gjë që kemi bënë sot, mund përfshiheni me komente. Komente duhet të bëni subscribe. Po, ke Zozo Music. Zozo Music, mos harroni bëni subscribe edhe te kanali Eri Qerimi. Patjetër. Edhe ju përshëndesim Eri Qerimi, Zozo edhe Mega Group Albania. Faleminderit që morët pjesë. Janë më të mirët çuna, janë më të mirët. Patjetër. Okej. Po e mbyllim me një këngë për vdekje. Ju përqaputim që të gjithë. Ba. Kush diç? Okej, vazhdojmë Eri. 1, 2, 3, 4 I vetëm në jetën do
se lalin ti kam në krah dashurin nga lalin njoma për shpirtin tim di shumë lalin ta dagoj ta puta për qafoj ti vëm sa shumë të tumo me tjetër nuk e ndroj lalin ta dagoj ta puta për qafoj ti vëm sa shumë të tumo me tjetër nuk e ndroj në jetë ndolla lalin tim kam në krah dashurin nga lalin njoma për shpirtin tim di shumë lalin ta takoj për qafoj ti them sa shumë të tumo me tjetër nuk e ndroj lalin ta takoj ta puta për qafoj ti them sa shumë të tumo me tjetër nuk e ndroj lalin ta takoj ta puta për qafoj ti them sa shumë të tumo me tjetër nuk e ndroj